Belinda Balluku dhe Elisa Spiropali janë dy emra me peshë në Partinë Socialiste. Dihet që në politik ka më shumë bryla se sa miqësi, por për etik, shpesh kundërshtarët më të mëdhenj dalin duke buzëqeshur së bashku në foto. Mjafton të kujtojmë foton që publikoi Veliaj me Belinda Ballukun kur filluan të hapen lajme se mes tyre ka përplasje. Veliaj postoi një foto i përqafuar me Belindën, ku e shoqëroi me shkrimin: "Ata që nuk na duan, kështu do na shohin gjithmonë." U deshën vetëm pak muaj që në përgjimet e dosjes së Belindës të zbulohej se ajo kishte financuar protestat e Partisë Demokratike kundër Erion Veliajt. Megjithatë, së fundmi Balluku ra nga froni duke I ikur nga duart ministria që kishte më shumë lek nga buxheti I shtetit dhe që bënte tenderat më të mëdha. Në këto kushte u favorizua Elisa Spiropali, e cila mendoi se do të rriste kreditet e saj brenda Partisë Socialiste pas rënies së Belinda Ballukut. Ajo kishte një skemë politike për të fuqizuar më shumë në Partinë Socialiste pas largimit të Belës dhe diskutoi këtë skemë me mikeshën e saj të besuar pranë Partisë Socialiste. Lajmi I rrodhi dhe ambicien e Elisës e mësoi dhe Taulan Balla, I cili njoftoi menjëherë Belindën. Taulan Balla e konsideron Ballukun mike të vjetër dhe shumë të besueshme. Më pas, kjo ka sjellë një përplasje të fortë mes Spiropali dhe Belindës. Më pas, ato të dyja as nuk përshëndeteshin më në korridoret e Partisë Socialiste, ndërkohë që Belinda u betua se Elisa do të prekte fundin dhe me sa duket ja arriti. Taulan Balla ka treguar publikisht se qëndron në krah të Belindës, ndërsa është shprehur se Partia Socialiste pritet të marrë masa për sjelljen e Elisa Spiropalit.